Mirëmëngjes, mirë se të gjeta në kuzhinë. Mirëmëngjes. Si të kam sot? Muaj të mbar. Muaj të mbar. E ke nisur me energji muajin? Po patjetër. Me pozitivitet? Mirë. Me recetat mira të shijshme? Patjetër, me pozitivitet duke ja bërë një qefin vetes. Dhe vazhdon atë traditën ti, çdo fillim muaji blen nga një gjë të re për veten Albana. Patjetër që po. Tani të reja të vjetra, rëndësi ka që ti të ndihesh mirë. Dhe unë ndihem mirë. Kjo ka shumë rëndësi. Ndihem mirë, nuk e di. Kam një recetë shumë të këndshme, shumë të këndshme kam. Por dje po lexoja diçka dje me po kam në ndonjëherë ajo e historisë. Jo mos jam një leximtare e madhe, absolutisht jo, po më kam në ndonjëherë. Edhe po lexoja për mbretëreshën Teut. Që është mbretëresha e parë, bashkëshortja e Agronit, ndër fiset e para ilire që ishin Adrianët. Edhe kjo ishte mbretëresha që u hodh nga shkëmbi. Pra është simbol i lirisë. E mos siç ka Amerika të statuin e lirisë, ne kemi mbretëreshën Teut. Edhe thash, si mund ta shkëmbej unë Teutën? Në diçka në profesionin tim. Që ta kesh prezent çdo ditë. Po ta kem prezent. E do thoni, Emi Albana të ka hyjtja në qef tash i dashk edhe mbretëreshën Teut. Po jo, nuk më ka hyrë në qef. Thjesht, un kam atë, mua më ka hyrë në qef ajo shija e shkret, që këtë nuk e lë rehatja, vetëm dua të ha. Po kjo nuk është shakamuj, po kjo është e vërtet. Është e vërtet, sepse Teuta është në partneritetin ton, bashkëpunimin me Reze Diellin, po mbretëresha në treg është realisht. Prej më shumë se 30 vitesh, Teuta zotëron tregun me produktet e shportës, duke na sjell importuar, paketuar, shpërndar të gjitha produktet, mbi 1000 produkte që ne konsumojmë në të përditshmen tonë, ndaj nuk ishte një reng, është një shakadi që duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, po është tashmë nuk e dim kush do ta nisi mëngjesin këtu në report, Teuta apo Reze, do t'i ndajmë këto gjërat aq shumë do të jemi të lidhur, sepse është tryeza e të gjithë shqiptarëve. Tryeza do të jetë plot e përplot në mëngjeset tona, ndaj bashkë me produktet nga Teuta, do të kemi mundësi të gatojmë dhe sjellim variante nga më të ndryshmet të recetave, të shëndetshme, të shijshme dhe të larmishme, sepse këtë e kemi patjetër në prioritetin ton të gatimit. Kështu që avash do të zbulojmë shumë sekrete në kuzhinë, do të kemi mundësi që t'ju servirim receta që ndoshta mund t'i keni pasur ndërmend, por nuk keni ditur ndoshta t'i kombinoni produktet e duhura, se kjo është shumë e rëndësishme, kur ne themi futim një element të ri apo një element tjetër, gjithmonë duke zbatuar atë tabanin ton të traditës. Ose mbase kanë ditur produktet, po nuk kanë ditur çfarë të marrin. Është edhe kjo. Po, e vërtetë është. Unë di që Teuta sjell markat më të mira që janë ajka e produkteve italiane, për shembull nëse ndalemi te orizi Scott apo tek makaronat Garofalo, të cilat kanë specifika, apo tek Ponti, Teutulla dhe aceto balsamike Ponti, që ka një shumë llojshmëri produktesh, siç e shihni dhe në ekran, do të kemi mundësi që t'i zbulojmë hap pas hapi. Zbulojmë një pjesë të vogël sot dhe në vazhdim ne falenderojmë shumë Teutën për prezencën këtu në Reze Dielli, por mbi të gjitha në familjet tona. Atëherë, unë për shembull, tu kam qepën. Po duhet një qep. Një qep mesatare. Çfarë do bësh me qep? Me këtë recetë? Do shtoj aty. E kemi thënë qepën. Unë e kaloj në ujë dhe shumë pak vaj. Karotën e kam të grirë. Kam 2 thelpi hudhra. Stop. Ata që dhe nga fillimi, pra kam qepën. Kam vendosur ujë, si diku kur shkonim në shkollë, dhe më pyesin ana ime, hajde këtu më thoshet radha. Pra kam qepën, vendosur ujin, sikurse dhe vajin. Kam karotën e grirë. Por, më duhet, si shkoj unë, kam vendosur dhe ujin që të zijej. Më duhen. Këto makaronat e mëdha që janë në formën e guackës. E i themi guacka, i themi tyre, ose ndryshe më japin atë ndjesinë e varkës. Për guackën, më duhet tjetër, Niki, çfarë kam unë? Kam ragun, që unë mos të lodhe me mishin e grirë. Pra unë po marrë
orë 2 do bëjmë gjithë pakon, apo? Gjithë pakon, 2. Për të gjithë. Kam salsën. Po, kam edhe salsën. Pe marrë dhe salsën. Më duket vite si kur jam në një kompeticion me gatimin. Kjo është një nga salsat që Tu. na kujton që se kur nuk është koha e domateve, nuk na bën domatja salsën siç duhet. Ndaj domatet e freskëta janë pikërisht në kavanos qelçi, që mund t'i përdorim në formën e salsës për çdo gatim. Një gërshër sidomos kur nuk është koha e domateve, zgjidhja është për shembull një salsë star. Tani, ja. Shumë transparente garofalo me paketimin. Uta ka zhjithë sjellë të linjë, por pagjerui. Në shtuar dhe kripën. Uji është i duhur, do të shtoj makarona. Okej. Pakës fare vaj dhe guackat ose varkat e vogla janë të lira për në lundrim. Bukur. Pa tjetër që vjen të Uta dhe i komandon. Unë do të tregoj një sekret të makaronave garofalo, ndryshe nga makaronat e tjera që jemi mësuar ne të gatuajmë, ose që njihen. Garofalo është një makaron që punohet në bronz. Për ato makinerit që punojnë dhe prodhojnë makarona, makineria në cilën prodhohen garofalot është bronz që nuk e dëmton strukturën, jep një strukturë të fortë, të qëndrueshme, shumë të mirë dhe mbi të gjitha. Nëse ne utohemi, gatuem diçka tjetër, shohim televizor dhe na ka kaluar koha e paketimit, pra koha e zgjerrjes së makaronave, kjo nuk përbën fare problem për këtë lloj makaroni. Për shembull, nëse këtu koha është për shembull 10, 15, 16 minuta dhe ne kemi lënë, fjala vjen 2-3 minuta, 4-5 minuta më shumë, kjo nuk përbën fare problem për garofalon, sepse ruhet mirë struktura, është po aq e shishme, e këndshme, si në fillim, si kur ne kemi zjerë brenda minutash, që mos u merafosni për këtë makaron, se ka një strukturë shumë të qëndrueshme. Plus, ju, a e dini që enet e bakrit janë përçuesit më të mirë të nxehtësisë. Pra dhe nëse ju e keni hequr më përpara, normalisht ajo nxehtësia e bakrit e lën që të jetë e bërë tamam. Pra, sikurse minus më pak ose më shumë kohë, ne këtu kemi atë masën që ne duam. Masën ta shumë, po jo me masën, se masën e kam vënë një pak kohë për atë punë, po kemi atë fortësinë e dur që është më shumë se al dente na duhet. Pra është një masë që është e vështirë. Kjo pjata që do të gatuem ne deri në fund, që do të zgjasë shumë pak minuta, që më shumë zgjati prezantimi se sa koha që do të na marrë për gatim, do kesh një pjatë makarona përpara, do të thotë ta marrë shihen me shumë seriozitet. Kështu që leti të tregoj, lexoj produktet, gramaturën dhe çfarë tjetër ju duhet juve për të gatuar dhe sjell në tryezat tuaj një pjatë të shpejtë makarona guacka, të cilat do të jenë të mbushura me ragu. I shohim së bashku 250 gram makarona guacka të mëdha. Ne për ishtë të vërtetës hodhëm 500, sepse do të provojmë të gjithë si staf sot makaronat garofalo. Një qepe vogël, një karote vogël, 2 thelpinj hudhër, 200 ml salcë domatesh, 350 gram ragu, kemi 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë çaj rigon, 1 lugë çaj krip, gjysmë lugë çaj piper të zi, 100 gram djath i grir, 100 gram djath mozzarella dhe në duhet edhe një kokër vezë. Të gjitha produktet i kemi në tryezë. Kemi vendosur makaronat guacka garofalo për të zier. Duar një minutazh diku te 16 minuta. Sa kohë do të na marri pjesa e salcës, pra paralelisht veprojmë me zierjen e makaronave dhe me përgatitjen e salcës në mënyrë që koha të jetë e tillë. Pastaj, nëse doni diçka të shpejtë fast, ç'i felbana çat kam sjell. Tiguilo. Të gjitha. Si të duken? Janë këtu poshtë, Më ke shefti duken nga kuzhina. Dëgjoj. Ja që se kam fatin të jem aq i çfarë sa ty. Si ty dje. Jo, atë kam nuk i fatin. shoh Po këtu. pak të shqyqy që i shofa djetë paktën. Po e di pse, sepse te udhëri i vërnë pak aty përpara, pak te stenda, pak te nga banaku, si që kemi në shtëpi, kudo. Po Në vendet përkatëse të faktikisht, për produkteve. shembull, çdo njeri ka nga një
Unë di të them që gjithë shporta produkteve që ne përdorim janë teuta. Çfarë janë salsat? Janë fantastike dhe kam një recetë. I çfarë, po fola më përpara e prish muhabetin, me radhë të gjitha, desha me thënë se çfarë kam për më pas. Me radhë. Atëherë, le të ngelem unë këtu te kjo salca që po bëj, do thoni ju, nuk mora, doja të jepja një shije më të fuqishme, se normalisht që raguja i ka të gjitha brenda, ka qepën, ka të gjitha. Por me që unë kam një masë më të madhe të makaronave, vendosa të marr 2 dhe t'i bëj një shije akoma dhe më të fuqishme. Pra, e hapim direkt. Me është edhe një stil me... E di me lug. Me lug. Ja, ha. Po të hapë të tjetrën. E atë se të hapje me lug. Për shumë kohë fare. Pra shiko, i ka të gjitha, ka ngjyrën, edhe të karotës, si gjitha janë. Më duhen 2. Ngjyra. Po deshe më hapit që ke dhe atë të lutem. Edhe salcën. Po. Edhe. I bë një përzierje të dur, kështu po. I lëm pak të marrin veten, të shkëmbejnë ato aromat e tyre, nëse do të hedhësh edhe salcë përpara se të shkëputemi ne. Pak fare salcë, shumë pak, se kjo pjesa tjetër, e di po çam duhet. Më duhet t'ja vendos për shtratin e salcës, ja, këtu. Për një sekond i largojnë të gjitha këto. Për shtratin e salcës. Se është e mirë ka që mirë kjo salcë, sepse përgatitet me domate të freskta kur e kanë sezonin. Dhe këto domate janë në kavanos, i përdorim pastaj për gatime të tilla. Vaj, pak fare, krip. Mos u nxito, i lëm kështu deri në këtë pikë një hapje, gatimit. Edhe jemi shumë në rregull. Ja. E salcës star. Ja të kemi sërish për të vazhduar punën me recetën tonë të parë të makaronave në formë guacke, të mbushura me ragu. Edhe me një salcë shumë të mirë, shumë të shishme. Treguam produktet, kemi bërë salcën gati, kemi shtuar aty një qep, një karot të grirë shumë imët, bashkë me qepën imët, ragu dhe salcë të kuqe. Krip. Rigon. Pjesën tjetër këtu, të gjithë. Kam pakos fare piper. Këtu. E largoj. Një përzierje të duhur. Më duhet një kokërvez. Tek pjesa e ragus, tek pjesa e salcës. E lam pak të qëndroj më njanë salca, që të mos piqet direkt veza. E përzijem, avash. Nëse ne do ta kishim mishin e grirë, normalisht do ta shuani me verë. Tek verën sërish kemi nga të uta kemi të ndryshme, si të doni ju, dhe nëse nuk keni verë, mund të shtoni pak fare uthull balsamike. Është më e duhura, jo soja, uthull balsamike. Të mas që e kam këtu, tu kam lëm pak nga lëngu, nga uji makaronave, e mirat vësh, unë vendos pakos fare gjallë, pak gjallë. Ju nuk e keni në recet, është opcionale, përse vendos gjallë, vendos, ja. Për t'i dhënë, sepse nuk dua ta prek, për t'i dhënë pak shkëlqim salsës. I jep një shije akoma dhe më të veçantë, sikurse Nikit e lutem e ke blenderin aty, do të shtoj edhe pakës, jo pakës, do shtoj djath. Jo dhe pakës. Okej, me kemi këto paketimet e rëzenit, janë të vogla dhe që... Ja, një sekund. Menaxhojnë më së miri në kuzhinë. Si me gjalpin, ashtu edhe me djathë. I ka nisur Albana para emisionit, nuk... Pak tomate. Të duhet për shumë. Ja, bëjmë një ratë ma, sepse nuk dua që të ta kriposim shumë. Sa të bësh në blender, unë marrë makaronat edhe bëj shplarjen. Ose në blender, ose të grirësja, të rendja.
e kemi gati. Bashkë me aromën këtu të gjashtit, mishin e grirë, qepën, karotën, si që thamë, erzat, dhe në fund fare, pa tjetër, do të përdorim dhe bimë të ma aromatike. Do t'i mbushësh një nga një, apo t'i përzjesh kështu me salcë? Gjoni ki, faktikisht, ti e di shumë mirë që je shumë e mirë. Je shumë e mirë, të gjitha i ke me bollik. Në një rengë të një. Por jo, gosë kërë kupton, por ju ma një qikë kërë. E nise pak ndryshe. Po e nise pak ndryshe, por i një qikë, ma lëre të ashti. Po i ku nuk e mba do të ashti lëre. Po kemi, po, deri në... Jo, i ku mbaroj ajo gjë, ma oqë muzën. Atere, marë makarona t'ju kulloj. Dhe filloj. Një nga një, ti mbush. E di që bëj pak si rëmuj tani këtu, po dua t'i heq, që të kem bangon e regullt. Procesi termik do të vazhdoj dhe në furë, kështu që ne i lam pak më pak minuta se 16 sa që kishin të përshkruar në paketim. Në mënyrë që këtë proces të vazhdoj edhe në furën tonë. Edhe furën e ndezniki. Desha dhe të një jaun. Hajde. Tani. 200 gradë. Do t'i marru, që ka nëzet. Do t'i marrë të tila, o t'i mbush. Nuk duhet që të jetë e ngjeshur shumë. Ja t'i vë këto varkat në vënd. Të ndryshe, nuk do të... Jo. Salca. Kjo mundove i shplave që të ftohen, por që... Përse i shplava që të ruajnë, që të ruajnë forcin, sepse ishin të nxehta dhe direkt bëhet ajo ai procesi i blansherimit që unë e them shpesher, sepse kështu e ka. Edhe i vendos të gjitha, në mos të gjitha gjysmat, pjesën tjetër që mua për shembull më ngelet, i vendos në një taper, në një tas, duke shtuar vaj, edhe i kam për ditë tjetër që t'i bëj me spinaq. I mbushim plot, se kemi... La mbushim, po prisë shumë e nxehtë tash. Tani edhe flas që t'i jap kohë vetes që mos të digjem. Ja të tilla. Ja t'i mbush të avash unë një herë. Se të marrë dhe një lugë. Një lugë tjetër? Ja, të bëjmë një zhvendosje të enëve. Tu? Vazhdojmë me mbushjen. Ashtë shumë më mirë këtu. Tani unë dua praktike. Atë djathin, sa ti mbushëm këtu, do më vendosësh prap djath. Pra, mos të përdor. Pra, mos të shqetësoj fare. Që do të ketë në fund kjo recetë. Përse zgjodha unë ragun, sepse duat ju them edhe përse. Mishi grirë shpesher ne e bëjmë pak më të fortë, del pak më i ngjeshur. Kurse është e ujshme, masa e vezës do ta lidhi kur të kaloj në furrë, patjetër. Duke na ishte mira. Pjesa e djathit do t'i bëj akoma dhe më joshëse. Nuk besi të do na marrin shumë kohë në furrë. Absolutisht fare. Absolutisht fare. Sa unë të filloj për shembull të bëj brumin e focacces, gjë që unë e kam zënë se focaccia e dini juve që kërkon kohë. Këtu. Edhe po mëra pak patutje. Kam edhe luk tjetër, kam. Urdhëro. Okej. Tani marr dhe shtoj sërisht të tjerat. E fillojmë me një luk bollësh për secilën. Ja, ti vazhdo andej, unë këtej. Po. Tani, e di çfarë ndodh me këto makaronave tani? Kur jemi në autobus që shtyt që më tuti që të nxehtë unë venja. Kjo është. Sa të shkrit djathi, ne pastaj nuk do t'i rezistojmë do të më.
është mëkati më i mirë dhe më i ëmbël. I kam vënë të gjithave. Edhe le të bjerë dhe pak. Shihen e kemi marrë seriozisht fare. Me këtë pjatë. Të pjesën tjetër, normalisht. Jek me djathin që përdorëm. Jek jemi. Fiks. Po ta prish aty jekun, unë se më prish edhe rengën. Kam djath, më mirë pak djath tjetër. Se kështu ishte puna. Unë desha thosha diçka edhe ti... Pa jamës. A bëjnë publicitet atë rregun që kishe menduar. Po i ku ajo çfarë? Atëherë, kjo është pra tava. Vendosim sa të mundim, sa të kemi vënd aty për gjithë pakon, në llogarinë që do të përgatisni ju, pra në raport me produktet, keni gjysmën e pakos, ne hodhëm të gjithë, si shtam të duam të testojmë një shije unike që vjen nga Garofalo, me ragu, me salcën e përgatitur, edhe pashtu me salcën Star, që është një salcë përgatitur nga domate të freskëta në kohën e tyre të sezonit, kjo duhet të theksohet dhe na i sjell një gatim me ngjyrë të theksuar të kuqe. Ja. Shikoni? Absolutisht nuk merr më shumë se 10-15 minuta në furrë, sapo të lidhen mirë, të bëhet një masë më kompakte, të thahet pak salca që është shtrati i këtyre makaronave, dhe ne do t'i shijojmë. I vendosim në furrë për të pjekur. E marr direkt në 1-2-3 i kam pa djath, po t'i vendos në fund fare, të kuptoj dhe si është shija. Në 220 i kam unë tani. Vendoset 220 gradë, okej. Pak minuta dhe makaronat që u vendosën të parat, besoj se janë tani gati për t'ja u treguar përthithjen e lëngjeve të salcës dhe përfundimin e pjekjes së tyre. Ndërkohë, me focaccian jemi këtu. Është fryrë, le të vazhdoj të piqet dhe e tregojmë në fund fare. Makaronat kanë përfunduar, recetën e kemi treguar, mund ta lexoni dhe rishihni në YouTube-in e Reze Dielli. Duan djathin tani sipër, jo duan djathin sipër që ta marrun. Duhet lëngu i limonit që t'i mbarojmë të gjitha gjërat me... Kjo t'ja vendosim pasi të ketë zjerë, nga fundi bashkë me bimët tona aromatike, majdanos, koper, çfarë të dëshironi ju për ta freskuar. Ja, ma e direkt. Do t'i shtosh përsëri? Patjetër. Okej. Sepse e shikoni që kjo kështu duket e thatë. Duket e pajet. Mirë. Ja. Kjo duhet. Edhe pakës. Dhe përsëri do ta vendosim një 5 minutë sa të shkrijë përsëri djathtin. Jo, e qëndrojmë kështu, e qëndrojmë kështu këtë. Nuk e shkrim. Kjo ishte pra receta e përfunduar e makaronave në formë guacke të mbushura me ragu. Edhe njerë siç e thash, recetat tona do t'i gjeni në kanalin e Reze Dielli në YouTube. Të lumshin duar. Përshëndetemi nga kuzhina dhe do takojmë pas pak për tematikën e autizmit së bashku në orën 10:10.